الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, prej tij ndihmë kërkojmë, vetëm tek ai mbështetemi dhe vetëm prej Allahut falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi të devijojë, dhe atë që lën Allahu në devijim, askush nuk ka mundësi të udhëzojë posti. Salat e selamet për shëndetet tona më të përzemërta qofshin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjet e tij të ndershme dhe mbi shokët e tij besnik dhe mbi mbar besimtarët të cilët e pasojnë në rrugën e pejgamberit deri në ditën e gjykimit. Xhamati i nderuar, një përkujtim për veten time dhe për juve dhe për mbar besimtarët dhe për mbar njerëzimin kushdo që na dëgjon përmes mjeteve të informimit sot apo dhe dikur tjetër. Do të flasim rreth urdhrit më kryesor të Allahut subhanahu wa taala rreth namazit. E që shumë njerëz e pyesin vetveten e tyre apo dhe të tjerët për çështjen e namazit, përse namazi dhe për çka dallohet namazi nga urdhra të tjerë të Allahut subhanahu wa taala kështu më radh. E ka dalluar Allahu subhanahu wa taala në shumë aspekte, e ka dalluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë veprime, dhe po ashtu ajo më kryesorja kur t'i krahasojmë urdhrat e Allahut azza wa jall me namazin dhe të historiku së urdhrave të Allahut, gjitha urdhrat e Allahut azza wa jall ju janë obligu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në tokë këtu kur ka qenë. Për post namazit, namazi ju është bërë obligim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Mi'raj kur është ngrit tek Allahu subhanahu wa taala mbi 7 qiej. Atje ju është obligu namazi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shkak rëndësisë së veçantë. Për atë arsye edhe lidhja direkte me Allahun subhanahu wa taala është namazi. Një raport që e krijon njeriu 5 herë në ditë me Allahun subhanahu wa taala. Dhe përmendja më e mirë dhe më madhore që bëhet në namaz, përmendja Allahut subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë aq rëndësi namazit, derisa tregon edhe për rrezikun e lëndjes së namazit, dhe thotë që obligimi dhe detyra që na dallon neve, pra shtylla që na dallon neve dhe veprimi që na dallon neve mes besimtarit dhe mes shirkut, është lënia e namazit. Vëllezër të nderuar, njeriu i cili nuk posedon mundësi financiare nuk ka obligim haxhin. Ai i cili nuk posedon obligim financiare nuk i ka obligim zekatin, edhe përfundon kjo çështje. Ai i cili nuk ka mundësi me agjëru Ramazanin nuk agjeron, por kalon tek shpagimi nëse ka mundësi me shpagu. I vetmi obligim me cilin njeriu e dëshmon veten se është musliman me karshi Allahut subhanahu wa taala, se është rob i përgjëruar me Allahun azza wa jall, i vetmi obligim ditor është namazi. Edhe Allahu azza wa jall asesi nuk ka amnistu njeriu nga lënia e namazit, nuk ka mundësi mos e fal, jo, nuk ka. Për obligime tjera tham ka amnesti, po për namazin nuk ka amnesti, për namazin ka mas lehtësuse.
jo udhëtar, prej 4 rekateve shkurtohen në 2 rekate. Edhe ke mundësin e bashkimit të namazeve. Drek me ikindi, akşam me jaci, edhe sabat falet në kohën e vetë. Dhe sunetet lihen në udhëtim. Pra mas lehtësuse. Je i sëmur, nuk ke mundësi me falë namazin në këmbë. Me njerë masa lehtësuse, për jo amnesti. Mas lehtësuse, falu i ullur. Falu në karik, nuk ke mundësi në karik, shtrihu, i shtrirë, falu namazin. Për nuk ke mundësi me marrë abdes, merë të emum. Me rëndësi është që namazin asësi mos me lënë, se nuk ka mas tjetër, vetëm se mas lehtësuse. Përjashtim nuk ka. Lënje nuk ekziston në fjalorin islam, lënje namazit për muslimanin. Asësi. Por me njëherë kalëm të këmasat lehtësuse. Por nëse është i paralizuar, edhe nëse është i paralizuar, duhet të falë namazin, qoftë me qërpiket e syve, duke i lëvizur syt dhe duke e paramenduar vetën në kijam, edhe lexon elhamin, e pastaj në ruku, edhe thot subhan rabbil azim, e pastaj e paramendon vetën në sejdë, edhe kështu të fal namazin. Por në front të luftës, edhe në front të luftës nuk lihet namazi, dhe Allahu Azza wa Jall na ka treguar në Kur'an se si falet namazi dhe quhet namazi i frikës. Pra nuk ka përjashtim asesi. E si muslimani po e përjashton vetën e tij? Kush edhe atë të drejt muslimani që mos me fal qoftë edhe një namaz me lënë? Askush. Allahu, jo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo. Dikush tjetër nuk ka të drejt kërkush, mi thon dikujt, hajtë se na është mos e fal namazin. Së është obligim që Allahu Azza wa Jall na ka obligu, edhe nuk na ka përjashtu asken hiç. I ka përjashtu, po, fëmijët, derisa të arrin moshën e rritur. 10 vjet ka thënë, e pas 10 vjetëve, do të me falë namazin. Edhe, po ashtu, gjinia femërore, gjatë ciklit, apo gjatë lehonis kur të lindin. Veç. Për ndryshe, asë një besimtar, muslimani, mashkulli, nuk ka kur. E kjo që të thotë vlezër? Kjo të thotë që nuk bën muslimani me lënë namazin asesi, sepse qenë ka rrezik. Rrezikohet besimi i muslimanit, rrezikohet imani, rrezikohet raporti me Allahun subhanahu wa taala. A dini sa është e rrezikshme lënia e namazit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith të vërtet. Nëse njeriu e lën namazin e ikindis, pa e fal, pezullohet mbrojtja Allahut Azza wa Jall për atij personi dhe nuk bezdiset me Allahun për atë njeri se kudo që ta ka shkatrimin. Çka do e keqe që ta godet atë njeri ma, nuk ka ma mbrojtje për Allahut subhanahu wa taala. Dhe njeriu në këtë rast, nëse godet ndonjë e keqe, mos ta akuzoj kërkën përpos vetvetes së tij. Sepse ka neglizhu urdhin më kryesor të Allahut Azza wa Jall. Allahu na ka thirrë, na ka ftu. Në shumë ajete në Kur'an na ka obligu, falni namazin, na ka detyru, falni namazin. Mos e lini namazin. Përsëri njeriu si me kokëforci e lën namazin. Dhe argumentohemi me argumente të ndryshme, gjë që nuk janë arsye tek Allahu Azza wa Jall asesi, as tek logjika e shëndosh. Më falni shprehje, kur po gjen kohë për shkak domosdoshmërisë, për me kry nevojat fiziologjike, po gjen kohë edhe nuk parsyetohesh. E lën punën e çdo gjë. Sepse ke një zor. E obligimin e Allahut Azza wa Jall, dikush as edhe kështu nuk i konsideron Allahu në ruajt. Edhe e neglizhon. Në adres të kujt? Hajtë se Allahu i falë mëkatet.
A kja arsye për me thënë hajtë se Allahu i falë mëkatet? Asësi. Arsye nuk pranohet se i zënë me punë. Se Allahu ka ditë ti sa mundesh me qenë i zënë, edhe të ka obligu me gjithë atë. Edhe ti ka dhenë masat lehtësuse. I sëmur këtë ke. Po i zënë me punë, asësi, kush ta ka qënë rizkun? Dhe kush ta qënë rizkun? Allahu subhanahu wa ta'ala. Përse namazi, për vetën tonë o vëllezër të dashur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu azza wa jall ma ka bërë qetësinë e shpirtit në namaz. Me ndi qetësi dhe kënaqësi, ka bërë Allahu azza wa jall këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ka pas ndonjë vështirësi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka thënë që na talëm namazin se ti krym do punë. Jo. Por me njëherë ka falë namaz, ka kërku ndihmën Allahut subhanahu wa ta'ala, për e qetin Allahut azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e ka quajtur qetësi dhe rahati, dhe i ka thënë Bilalit, o Bilal, thire i kametin, ta falim namazin, e në rahatohem me namaz. Nuk ka thënë, në vështërso, ta kryem këtë detyrë. Jo, por e ka quajtur rahati namazin. E çdo kush prej neve duhet të kthehet në Kur'an dhe të lexoj fjalën e Allahut subhanahu wa taala dhe të shikoj se çfarë kërcënimi Allahu azza wa jall i ka bërë atyre njerëzve lënëse të namazit. Ani me lexu hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në detaje ku tregon për lënën e namazit, lexoni vetëm hadithet në Riyadus Salihin apo në Buhari, apo ju mjafton vetëm se të klikoni dhe të shkruani në YouTube apo në Google apo diku tjetër dhe të shikoni të hulumtoni për dënimin e lënjes së namazit. Çfarë dënimi ka një njeri i cili e lën namazin në ditën e gjykimit, Allahu na ruaj. Shkurt dhe qartë, nuk ka xhennet pa namaz. Nuk po them unë nga vetvetja ime kështu, por Allahu azza wa jall ka thënë në Kur'an: Ma selekekum fi saqar, përgjigje e parë, për çfarë jeni ju këtu, këtë zjarr që quhet saqar, kur janë pyetur prej melekëve, qalu lam naku minal musallin, kanë thënë përgjigje xhenemlit, ka thënë nuk kemi qenë nga ata njerëz që kanë qenë namazli. E kush quhet namazli? Namazli quhet një njeri i cili e fal rregullisht namazin. Nuk po themi vetëm një xhuma apo në Bajram, Allahu na ruajt, por 5 herë në ditë, 5 kohët e namazit, as një orë nuk të marrin në kohë. Nëse 23 orë nuk po të mjaftojnë, edhe një orë po duhet mja marrë që Allahut, që duhet mja përkushtu, edhe ajo ka me t'i kry punt, as ajo nuk t'i kry punt, nëse 23 orë nuk të kanë mjaftu, andaj mos i hyj në hak Allahu subhanahu wa taala, as mos i hyj në hak vetvetes tënde. Allahu na ruajt, Allahu na zoft, Allahu na fal gabimet, Allahu më përmirësoft. Amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salatu wa tamu taslima ala nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falënderimet i takojnë Allahut azza wa jall, salatu e selamet ja dërgon pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wassalam. Të ndëruar vëllezër, përse namazi? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, puna më e mirë e njeriut, e robit të Allahut, është të falja e namazit në kohën e vet. Përse namazi? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur namazin shtyllë të fesë. Shtyllë e fesë, shtylla kryesore. Kur themi shtylla kryesore që e bën një objekt, do thotë që asesi nuk bën me largu, apo me rënu, apo me dëmtu atë shtyllë, sepse rrezikohet i tërë objekti. Përse namazi, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e ka quajtur nur, dritë. Edhe argument ditën e kiametit, që njeriu në atë errësirën e madhe, kur do të vendoset ura e siratit mbi zjarrin e xhehenemit, do të jetë edhe terr i plot, errësirë. Dhe nuk do të ketë mundësi dikush me kalu përpose me dritë.
ajo drita është drita e namazit. Nuri i namazit ku do të ketë mundësi me pasë ku me shkel, ku me kalu atur mbi zjarin e xhenemit, e që është urë që e drejton njeriun besimtar për në xhennet. Dhe është argument në ditën e kiametit që ti ke qenë besimtar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon me një hadith shumë interesant. Thot, kur do të vinë disa njerëz në ditën e kiametit, do t'i kenë pjesët e trupit të ndriquara me abdes. Ata do t'jenë të shpëtuarit që do të shpëtojnë, sepse vendet ku kanë marrë abdes dhe vendet e sejdëve do t'jenë të ndriquara. Krahët, balli, gjunjët, ku kera sejdë. Mos u mërzit për pantallonat që po të bëhen të bardha këtë ndonjë, le të bëhen, le të prishën pantallonat. Janë argument se ti ke fal namaz, ke fal ruku, ke bë sejdë, edhe në ditën e kiametit pjesët e trupit do të jenë dritë, do të ndriçojnë. Do të ndriçon balli i besimtarit, i cili ka ra sejdë për hir të Allahut subhanahu wa taala, është për ul. Dhe nuk i përullet askujt njeriu, askujt besimtar përpos Allahu subhanahu wa taala me ball në sejdë. E këto do të ndriçojnë. Përse namazi, sepse pyetja e parë me cilën do të pyetet njeriu tek Allahu në llogaridhënie do të jetë: a e ke fal namazin? Për sa vite ke jetu? Hera 5 herë në ditë, llogaritet edhe del pra regjistri sa namaze i ka bërë ky njeri dhe sa ka mungesë, Allah na ruajt. Prandaj duhet njeriu sa më shpejt të pendohet tek Allahu azza wa jall për ato ditë që nuk ka fal, nuk ka bërë namaz, dhe me njëherë mos ta lë namazin i këndis që vjen tash pas xumas. Nëse thot që nga nesër do të filloj apo që nga java e ardhshme, dije që të ka mashtruar shejtani edhe nuk do të fillon. Por urdhni Allahut azza wa jall përfillet me njëherë që tash. Përse namazi, sepse për të shpëtuar nga ndëshkimi i natës së varrit, njeriu shpëton me namaz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lënë një emanet, një porosi ummetit. Një porosi. Ka lënë faljen e namazit. Në momentin e vdekjes, më po vdes, po na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mos e lini namazin dhe falni namazin, kujdes me namazin. Njeriu para se me vdek, gjanën më të rëndësishme që i ka në jetë, i lënë porosit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak e ka ditë që ku e ka shpëtimin njeriu, andaj e ka lënë këtë porosi. Dhe nëse njeriu në ditën e kiametit i ka punë të mirë me namazin, edhe gjëra tjera, do t'i ndihmon Allahu azza wa jall me i të i kalu gabimet që i ka pas. E nëse namazin nuk e ka, mirë për atë njeri, Allah na bëf prej njerëzve të cilët, prej besimtarëve të cilët falin namaz me rregull. Allah na largoft shejtanin prej neve, i cili çdo herë na neglizhon neve, hajt se ka kohë, hajt se do të fillon, hajt se hajt. Edhe ditët po kalojnë, edhe për çdo namaz që na ik, do të japim llogari, Allah na ruaj. Andaj, Allah i dashur, pendohu tek Allahu azza wa jall, mos e lë namazin, falë në kohë namazin, shpëto vetën tënde. Pa të arsye është edhe ezani, hayya ala salah, hayya ala falah. E janë namaz, e janë shpëtim, po na thret Allahu subhanahu wa taala 5 herë në ditë. Allahu na uzoft, Allahu na fal gabimet. Allahu na ndihmoft. Allahu na uzoft neve dhe përmes neve do uzoft edhe të tjerët. Allahu na uzoft familjet tona, fëmijët tanë. Elusim Allahun të na bëj prej robëve të sinqertë të Allahut azza wa jall. Prej robëve përkushtuar ndaj namazit, ndaj urdhnave të Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun azza wa jall t'i laj borxhet tona, të shëroj të sëmurit tanë. Elusim Allahun azza wa jall t'i mëshiroj të vdekurit tanë. Elusim Allahun subhanahu wa taala t'i ndihmoj muslimanëve kudo që t'jenë nëpër botë. Amin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.